Zoti Fran Gjoka është i shuar për veprimtaritë e tij artistike këtu në komunitet, një kontribues i shuar si këngëtar i shuar, por edhe si organizatori i aktiviteteve artistike. Jo vetëm në këtë drejtim, por zoti Fran Gjoka është shuar edhe si bamirës i tij në veprimtaritë ndryshme të komunitetit, duke ndihmuar institucionet e komunitetit si televizorin ton, por edhe një bamirës duke ndihmuar komunitetin e qytetit të tij, të rrethit të tij të Pukës, e për këtë veprimtari, si edhe për faktin që ai u bë promovues dhe iniciator dhe realizues i vendosjes së bustit të poetit ton Mamigjeni në qytetin e Pukës. Qyteti i Pukës e ka shpallur zotin Fran Gjoka si qytetar nder i tij. Për të vlerësuar këtë veprimtari me figurën më të madhe të bujarisë shqiptare, televizioni shqiptarëve të Amerikës dhe drejtori i këtij televizioni, zoti Ganevila, ju dhuroj një portret të nënës Terez, të cilin e mbanim në zyrat e televizionit ton për të vlerësuar këtë kontribut të veçantë të Franit, për të vlerësuar edhe me figurën e nënës Terez, të bujares së madhe shqiptare, bujarin e tij dhe shpirtin e tij bujar dhe duke i uruar më të mirat për hapjen e këtij biznesi të ri. Fran, ju dhe televizioni ju është i njohur për aktivitetet e ndryshme në komunitetin shqiptar dhe në shërbim të komunitetit shqiptar. Çfarë mund të bëjë ky restorant që mund t'i tërheqë edhe klientët e komunitetit shqiptar, pasi është një restorant i ri, ne do deshim dhe ju do deshin natyrisht, pavarësisht se të gjithë punonjësit i keni shqiptar nga sapa, shumicën e tyre, do desha që të shërbetet edhe si një pikë takimi për komunitetin shqiptar edhe në këtu në Eastern Market, po duke pasur parasysh edhe dyqanin që keni produktet e mishit të tjera. Realiteti i zemrës i shpirtit tim është se shqiptarët nga çdo krahin që janë dashuria ime, janë respekti im, janë krenaria ime. Kam shumë vizitorë që vinë edhe për të blerë, edhe për të më takuar, miq, shok, dhe ato janë kur do herë të mirë ardhur, si kur të shkojnë për të vizituar një vëlla të tyrin, qoftë për të shërbyer me produktet që kemi këtu në supermarketin, apo për të ngrënë një sandwich si në shtëpinë e tyre, janë gjithmonë të mirë ardhur dhe dashur për mua. Një fakt tjetër, ju keni edhe carry out. Dhe kjo mund të shërbejë si pikë për shqiptarët për të provuar produktet karakteristike të këtij lokali dhe këtij restoranti të ri si Corned Beef. Ju më përmendet një shembull me ordrin që ka bërë një kompani e madhe si GM, do desha ata ndajnë së bashku me teleshikuesit. Po siç e thash, kemi as 2 javë që e kemi hap lokalin dhe interesimi i kompanive apo i ofiseve, pasi që afrojmë edhe delivery, edhe carry out që i bajnë porosit me telefon dhe vine i marrin, dhe jemi përgatitur si staf të japim më të mirën e mundshme, mi gjitha tjetë kultura e shërbimit, tjetë e barabart me kualitetin e gatimit, me freskinë e ushqimit, të sjellim diçka të re. Dhe vërtet jam, siç e thash, i surprizuar nga interesimi shumë i madh, jo vetëm i klientëve që hynë këtu, por edhe i porosive që na bëjnë kompanitë e mëdha, siç e thash, janë disa ofiset mëdha të GM-it, apo ofiset tjera të spitaleve të ndryshme, të bizneseve të ndryshme, që porosisin dhe mundohemi të shërbejmë me cilësi, me respekt, me dashuri, jo thjesht duke pa matësyrin e biznesit, por duke pa si do kisha dëshirë unë të më shërbente dikush. Ashtu përpiqemi të shërbejmë edhe tjerëve që bajnë porosi apo vinë për të na vizituar. Edhe një element delikat, ne jemi në Eastern Market, po është në zemër të Detroitit. Dhe duke qenë në zemër të Detroitit, në kupton dhe komuniteti afroamerikan është me shumicë. Si ne pam mjaft klientë me ngjyrë të cilët ishin të pranishëm dhe vinë me kënaqësi në këtë lokal tuaj. Si ndjeni ju integruar në këtë melting pot, siç thonë amerikanët, racave të ndryshme, pikërisht në Detroit. Ne pam respektin e tyre, në sytë e tyre pam klientë të bardhë, të zinj, të aziatik, të gjithë janë të pranishëm këtu, por Detroiti ka këtë veçori karakteristike dhe ju guxoni edhe hapni një restorant mu në zemër të Detroitit, është
diçka mjaft pozitive për të vlerësuar? Unë kam shumë vite dhe shumë kohë që kam punu në Detroit dhe pikërisht nisër market. Tani jam në kontakt direkt me klientët që janë banorë të këtij vendi apo dhe të ardhur nga qytete tjera. Tek unë nuk ekzistojnë në absolute ndasit apo ngjyrat apo racat. Jemi gjithë krijesat e Zotit tonë të dashur. Gjithë meritojnë respektin, gjithë meritojnë shërbimin e barabartë. Në stafin tim kam disa nga punëtorët më kryesor, sidomos të supermarketit, që janë afrikano-amerikanë. Por ato janë pjesë, siç e thash, e familjes, punës, të biznesit, dhe jam shumë i gëzuar me shërbimin e tyre, me dashurinë e tyre, me shoqërinë e tyre, dhe klientët i kam barabartë gjithë. Gjithë barabartë. I du një lloj, u shërbejmë një lloj dhe jam i kënaqur shumë. Natyrisht edhe ne ju dhuruam Nën Terezën në emër të kësaj shërbimi ndaj të gjithëve, në emër të bamirësisë ndaj të gjithëve, por edhe biznesit në këtë rast se kemi të bëjmë me një biznes. Ju falenderoj shumë, siç e thash edhe më parë, një dhuratë shumë e veçantë. Jo sepse erdha ajo dhuratë, por shejtëresha Nën Tereza është motivimi, ushqimi, përkushtimi i shpirtit, i zemrës time dhe familjes time. Është krenari të ndjehemi gjithë shqiptarët, vëllezërit dhe motrat e Nën Terezës. Ajo është një veçori e madhe që na ka dhënë Zoti dhe të ndjehemi krenar para gjithë botës, çfarë i dham botës Nën Terezën dhe shumë në shekuj që nga krijimi i njerëzimit. Dhe ju falenderoj edhe një herë shumë. Këtu edhe një herë janë të mirëardhur të gjithë vëllezër dhe motra shqiptar, si tek vllai i tyre, si tek shtëpia e tyre, jo vetëm për të bërë biznes, por për të ardhur me pi një kafe në shtëpinë tonë të dashur, që ju mirëpret gjithmonë. Pra ju faleminderit dhe suksese në biznesin tuaj. Faleminderit shumë, edhe unë ju uroj suksese si televizor gjithë stafit për punën e palodhur, cilësore, për programet shumë të balancuara, për mesazhet e paqes, të dashurisë, dhe ju bëj thirrje të gjithëve që ta mbështesin këtë televizor dhe të shpërndajmë sa më shumë dashuri për njëri tjetrin, sa më shumë paqe për njëri tjetrin, sa më shumë respekt për njëri tjetrin, sepse për këtë kemi nevojë, ashtu siç kemi nevojë për ushqimin që ushqehemi çdo ditë, dashuri, paqe. Zoti ju bekoft, ju ndihmoft, punë të mara, shumë faleminderit. Gjithashtu. E siç e shihni të dashur teleshikues, çdo gjë është e freskët, çdo gjë është e sapo sjell nga lokali tjetër dhe përgatitet këtu në këtë kuzhinë të hapur ku klientët shohin drejt për drejt si përgatitet sanduiçi apo ushqimi i tyre. Dhe kjo është ajo çka ata parapëlqejnë më tepër. Ne erdhëm pikërisht në këtë moment, është një moment pune, është koha e drekës, megjithatë shikoni aktivitetin e këtyre dy kuzhinjerëve të zgjedhur, dy kuzhinjerë të shefa të mirënjohur lokal të zonës, të cilët kanë ardhur për të bërë pjesë e ekipit të suksesit të këtij restoranti të ri. E natyrisht zemra e një restoranti është edhe drejtuesi i restorantit apo menaxheri, natyrisht edhe shefi i tij, për të marrë vesh më me imtësi se si zhvillohet puna në këtë restorant të ri, ne bisedojmë me menaxherin e restorantit, zotin Semi Çurka. Nga dyqani i mishit tek restoranti, kjo është diçka e veçantë, e panjohur për komunitetin shqiptar, por edhe mjaft të rejse, se po shoh se ka klientë shumë. Me të vërtet është të rejse, edhe siç e pat edhe vetë, është e ndërthurur historia me restorantin. Para 3 vjetësh, si e ka marrë Franjoka, duke qenë krejt ndryshe, duke pasur dhe idetë e tia për të krijuar diçka tjetër, dhe me të vërtet ashtu ndodhi, ide tamam duket e përkryer, lidhi pjesën e stores me restorantin, duke patur gjithmonë atë kualitetin e ushqimit, si që pat edhe vetë, çdo gjë e freskët, dhe si shitet në store, ashtu frekuentohet edhe në restoran. Pa shumë nga klientët të cilët ishin klient të dyqanit të stores, ishin edhe
merrin edhe ushqime të gatuara për restorantit dhe kjo është veçori që më interesante e këtij lokal. Ashtu është edhe në menu, ashtu e kemi, njerëzit mund të marrin direkt nga counter dhe mund të pjekin këtu në grill. So, e zgjedhin vetë, dhe mund të zgjedhin vetë, mund të gatuajmë ne. Çfarë do lloj gatimi apo brenda Especially këtu steaks, mishin, pulat, whatever. Po shoh që është edhe pse është në zemër të Eastern Market, ne jemi në afër Detroit, në zemër të Detroit, unë pash ka klientë të shumë që vit blejnë aty, kthehen këtu, han, largohen, është diçka mjaft pozitive. A keni një atmosferë, pash që ishte një atmosferë gjatë pune dhe një atmosferë mirëkuptimi midis jush si shefa, ju si menaxher edhe atyre kamarierëve të pranishme? Çdo gjë duket si një familje madhe. Unë thua që nga i zoti lokalit e deri te punëtori. Tani e besoj Franin, se Frani ma thatë një të gjë që parë, po për ma thua dhe ti, atëherë është e vërtet. Është e vërtet. Këtu kemi, domethënë, shqiptar, amerikan, domethënë pa dallim, domethënë secili ka të vendin e punës së vet, respektojmë njëri tjetrin, shumë normale, kemi një harmoni. Nga janë kuzhinierët, kush është shefat kryesor? Kemi janë nga Kosova, 2 nga Kosova, kemi nga Malësia, kemi kamarierët nga Malësia. Edhe ju nga Korça? Nga Korça, kemi nga Puka, kemi nga Detroiti. Natyrisht se kjo është karakteristika e Amerikës, ajo që ka duket është fryma pozitive që duhet ta vlerësojmë dhe vlerësojmë dhe punën tuaj si menaxher, sepse duke pasur dy biznese tashmë është edhe më e vështirë si puna jote si menaxher. Ke dy kunguj në një sjellë apo jo? Po s'është vetëm domethënë ima, pa pasur interesin e të gjithë punëtorëve, domethënë është e vështirë ta bësh vetë. Kështu që të gjithë janë të prekupuar për punën, secili bën punën e vet, pa e shtyr, e di, kështu që edhe mua më lehtësohet diçka. Ju uroj gjithë mirat dhe suksese. Faleminderit dhe juve, suksese edhe gjithashtu. Ideja e këtij lokali nisi nga një hap i mëparshëm. Nga biznesi dhe iniciativa e transportit të mishit, arriti tek ringjallja e një tradite të prodhimeve të mishit, të corned beefit të famshëm Wiggly këtu në Detroit, në Eastern Market. Shpesh nga klientët të cilët pam të pranishëm në lokalin e sapo hapur, krahas shijimit të produkteve së bashku me familjen aty, bëjnë edhe blerje të cilë ose porosi dhe i dërgojnë këtë dhe për të afërmit e tyre.